Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun xhalla xhelaluhu falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet më të mira mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij fesnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu xhalla xhelaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër të ndershëm, kjo është dersi 10 në lidhje me jetë-rrëfimin dhe jetë-përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi duke folur në periudhën mëkase pas shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hap tazi të asaj të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka obliguar. Pas paraqitjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpalljen hap tazi dhe filluan ballafaqimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tij me parin kurejshite dhe me kurejshit dhe mushrikët në përgjithësi, edhe pse fillimisht ata u munduan verbalisht duke u munduar që ta ulin autoritetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam me shpifje, propaganda, me ndërmjetësime që ta ndalin davetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pasi që nuk arritën përmes propagandave ta ulin autoritetin e shpalljes, thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata filluan që ta maltretojnë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam edhe në aspektin fizik. Edhe sot do të mi përmendim disa prej torturave, maltretimeve të cilat i ka përjetuar vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij gjatë kësaj periudhe në Mekë. S'ka dyshim se Allahu xhelle xhelaluhu e ka bë ligj hynor, sikurse kemi përmendur në dersën e kaluar, që Allahu xhelle xhelaluhu t'i sprovoi besimtarët dhe t'i sprovoi njerëzit në përgjithësi. Sikur se thot Allahu xhelle xhelalu ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan njerëzit se ata të lihen, të thonë ne kemi besuar dhe ata të mos provohen. Dhe kemi përmendur si rregull se Allahu xhelle xhelaluhu nuk i ka dhënë me këmbje asnjë umetit dhe asnjë pejgamberit, vetëm pasi që Allahu xhelle xhelaluhu i ka sprovuar dhe i ka testuar ata. Andaj në këto sprova kaloi edhe vetë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Sprova të shpifjeve, të talljeve, veç asaj edhe të torturave dhe maltretimeve që i përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Sikurse thot Allahu xhelle xhelaluhu ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusulin min qablik. Ajo që ka të thuhet ty o i dërguari i Zotit, o ti Muhammed, vetëm se ju thënë edhe atyre të cilët ishin para teje. Domethënë gjithë pejgamberët ishin të sprovuar kur u ballafaquan me popujt e tyre pabesimtar. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovua sikurse u sprovuan gjithë pejgamberët para tij. E s'ka dyshim se kjo sprov pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka ngritur në derexhet, në shkallat e larta tek Allahu xhelle xhelaluhu. E s'ka dyshim se pejgamberët ishin më të sprovuarit prej njerëzve në përgjithësi. Për ata, transmeton Imam Muslimi në kapitullin e cilësive të munafikave dhe përmend ngjarjen kur Ebu Xehli një ditë prej ditëve përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndëgjoi për të se vjen në Qabe, pasi që filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me davetin e tij haptaze, edhe ndëgjoi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po falet në Qabe, haptas para njerëzve, edhe kjo e dëmtonte me një aspekt shumë imazhin e mushrikëve para popullit të tyre, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me davetin e tij edhe me publikimin e tauhidit para njerëzve ju rënonte besimet e tyre të kota. Edhe kjo ishte rënim edhe imazhit të tyre para popullit të tyre. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi bashkë me sahabët e tij të falishin në ambientin përreth Qabes. E kur një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi të falin e Qabe dhe Ebu Xehli u betua se nëse do ta shihte Rasulullahin Muhammedin alayhi salam duke u falur në Qabe, kur ai të bie në sejdë do t'ja vendosi, u betua në Latin edhe Uzan, se do t'ja vendosi këmbën time mbi qafën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E kur pejgamberi alayhi salam erdhi në ditë duke falur në Qabe dhe u afrua Ebu Xehli ta bëjë një gjë të tillë për ta vendosur këmbën e tij mbi qafën e pejgamberit alayhi salam si lloj nënçmimi dhe poshtrimi, vetëm se u zbraps Ebu Xehli
duke u mbrojtur me duart e tij. E kur e pyetën shokët e tij se çka ndodhi me ty, Ebu Jehli tha, vetëm se e pash një grop apo një hendek të zjarrt, të cilën vetëm se edhe të kisha hecur edhe pak kisha me ranë të. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se më të vërtetë sikur të kishte bërë një veprim të tillë, me laçet e Allahut subhanahu wa taala, ushtarët e Allahut kishin me e coptu copa Ebu Jehlin. Kjo është njëra prej formave që tentoi Ebu Jehli ta poshtroj dhe ta maltretoj Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej rasteve që pejgamberi alayhi salam u maltretua dhe u torturua në Mekë, ishte edhe ngjarja të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimin nga Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi, ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pa këtë ngjarje me sytë e vet se çfarë poshtrimi dhe nënçmimi i bën Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në Qabe. Kur pejgamberi alayhi salam erdhi një ditë të falin në Qabe, transmeton Abdullah ibn Mesudi, dhe mushrikët ishin për rreth tij, dhe ata kuvenduan mes vete që ta bënin një poshtrim ndaj Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njëri prej atyre, prej mushrikëve, i cili me komandën e Ebu Jehlit thanë të shkojmë të marrim prej një plancit të një deves së filan personit dhe t'ja hedhin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai të bie në sejdë mbi krahërorin e tij. Dhe kështu vepruan, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falur dhe ra në sejdë, morën një planc të një deveje e cila ishte me zorë dhe planc, ato mbrendshme të organet e mbrendshme të deves, dhe vendosën mbi qafën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në namaz. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk lëvizi derisa disa prej mekazve e njoftuan vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimen alayhi salam. E pasi që erdhi Fatimja radhiyallahu anha dhe e pa në agjendën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë ngushtua dhe filloi të çajë. Pastaj largoi plancin e deves që kishin vendosur mbi shpinën e ndershme të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbaroi namazin, i ngriti duart Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe u lut duke thënë Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. O Allah shkatroj Qurayshit, Allah shkatroj Qurayshit 3 herë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi secilin prej atyre të cilët e bën këtë komplot për ta nënçmuar dhe poshtruar në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, bëri dua për secilin prej tyre me emën. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham, i cili ishte Abu Jehli, wa Utba ibn Rabi'a, wa Shayba ibn Rabi'a, wa Walid ibn Udwa, wa Umayya ibn Khalaf, wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, i cili edhe ishte ai personi i cili vendosi plancin mbi shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, thot vallahi këta të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend me emën në këtë vend, i kumparë të shkatëruar në luftën e Bedrit dhe trupat e tyre të ngordhur thot i kanë hedhur me një grop prej gropave të Bedrit. Kjo është duaja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri për këta persona, për këta kokat e Qurayshve, e që pejgamberi alayhis salam dihet se çdo gjë që pejgamberi sa më ka bën, edhe pejgamberëve ju kanë pranuar duat. E pastaj Abdullah ibn Mesudi thot, sikurse i parë se mushrikët kur i bani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dua u ngushtuan dhe e dinin se duaja në Qabe është prej duave të cilat pranohen. Domethënë dhe vetë mushrikët e kishin besim se më të vërtet ai i cili bën dua tek shtëpia e Allahut në Qabe është prej duave të pranuara, andaj shumë u ngushtuan për kësaj duaje, e si rezultat i kësaj vetëm se e gjetën shkatërimin dhe vdekjen në luftën e Bedrit. Pastaj prej momenteve të vështira që përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç torturave, përveç nënçmimeve dhe poshtrimeve që mundoheshin, ata tentuan shpeshherë edhe ta mbytnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ata transmeton Urwa ibn Zubair, i cili thot e kom pyet Amr ibn al-Asin, se cili është momenti më i vështirë të cilin është torturuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Amr ibn Asi ka transmetuar një ngjarje se një ditë prej ditëve që ky Utba ibn Abi Mu'ayt thot duke polemizuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për rreth tij ishin paria kurejshite, e ka vendosur rrobën e tij në qafën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka tentuar ta vras pejgamberin alaihi salam. E pas afër ka qëndruar Ebu Bekri, i cili e ka larguar Utba ibn Abi Rabi dhe i ka thënë e taqtuluna rajulan
en yekulu rabbi Allah, thot a doni a dëshironi që ta mbytni një person vetëm se thot Zoti im është Allahu. Këtë hadith e kanë nxjerr Imam Buhariu në Sahihun e tij. Pastaj gjithashtu prej atyre armiqve të afërt që i kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte edhe Ebu Lehebi dhe familja e tij, gruaja e tij, për të cilën edhe ka zbritur sure e veçantë, e cila lexohet deri në ditën e gjykimit, ku Allahu xhelle xhelalu thot tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. I shkatruar është Ebu Lehebi. I shkatruar është Ebu Lehebi dhe nuk i ka bërë dobi pasuria as tij dhe ajo çka ai ka përfituar. Dhe gjithashtu i shkatruar është edhe gruaja e tij. Allahu xhelle xhelalu ka përmend, e cila hidhte drum dhe hidhte thera në rrugën e pejgamberit sa për ta penguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e cila do të ketë në ditën e gjykimit një litar të lidhur në fytyn e saj prej zjarri. E kur kanë folë dietarët rreth tefsirit të këtij ajeti, se pasi që kanë dëgjuar gruaja e Ebu Lehebit Ummu Gjemil se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbritur një sure kundrejt Ebu Lehebit dhe gruas së tij, tentoi që një ditë prej ditëve ta godas me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duke qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, në Qabe, bashkë me Ebu Bekrin, u afrua Ummu Gjemil dhe i tha Ebu Bekrit: "Ku është shoku yt i cili po e shan dhe po na fyen nga ana e Allahut me ajetet të cilat i kanë zbritur atij? Thot ku është ai se kam për ta goditur me këtë gur?" Mirë po, ai edhe pse ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë Ebu Bekrit, ajo nuk mundi ta shihte atë, për shkak se Allahu xhelle xhelalu ja bërë një perde, edhe sikur se ja vërboi syt e saj që të mos ta shihte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj u largua. E Ebu Bekri tha: "A nuk të pa i dërguari i Allahut?" Tha: "Allahu xhelle xhelaluhu ja vërboi syt." Me një aspekt deshti Allahu xhelle xhelaluhu që ta ruaj nga ky ballafaqim, veç asaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ky burr i ndershëm, ky pejgamber i zgjedhur nga ana e Allahut, nuk donte që të konfrontohej me një grua sikur se ishte Ummu Gjemil. Pastaj kanë thënë dietarët se pse e ka përmend Allahu xhelle xhelaluhu se kjo grua, për shkak që e maltretoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me thashëthëme, nga sa ja përhapte propaganda në mesin e mushrikëve dhe e shante dhe folte fjalë të këqija për pejgamberin alayhi salam, saqë ajo kishte një stoli, e kishte një zinxhir në qafën e saj, e që thonte do ta shpenzoj, do ta shes këtë vetëm që ti paguaj njerëzit të shpërndajnë propaganda ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kanë thënë dietarët se si pasojë e kësaj Allahu xhelle xhelalu i ka thënë se kjo do ta ketë një qafore, një litar prej zjarrit në xhenem. Allahu na ruajt. Andaj propagandat, maltretimet që ja bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund si kursyen askush për atyre që mund të ta bënte një propagandë apo ta torturante apo ta maltretonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se shpash herë saqë edhe e pshtyen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mund e fytyr, për shkak se ajo cilin Allahu xhelle xhelalu ja obligoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe anë të cilën pejgamberi alaihi salam thirrte, e rënonte besimin e tyre dhe gjithë atë kapacitetin dhe gjithë atë bagazhin që e kishin ndërtuar ata dhe atë autoritetin e tyre në Mekë. Andaj këto sprova të cilat u godit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se janë ngritje për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, sikurse transmeton Ebu Said el-Khudriu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot i kam thonë të dërguarit Allahut: "O i dërguari i Allahut, kush është prej njerëzve më shumë të sprovuar në këtë dunja?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Pejgamberët e Allahut." E pastaj ata të cilët janë ngjashëm me ta dhe ngjashëm me ta. Pastaj tha se me të vërtetë robi, njeriu sprovohet në saj të imanit të tij. Nëse imani i tij është i fortë, atëherë dhe sprovat janë më të forta për të. E nëse imani i tij është i dobët, andaj dhe sprovat janë më të vogla për të. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Vazhdon që Allahu xhelle xhelaluhu ta sprovojë robin e tij, derisa mos lej asnjë gjuna në trupin e tij, derisa ai të ecë në tokë pa asnjë gjuna." Këtë hadith e ka nxjerrë Ibn Majah dhe Sheikhul Albani ka bën hasan sahih.
Andaj nga kjo kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovua gjatë gjithë jetës së tij, edhe pas periudhës Mekase, edhe në periudhën medinase, u sprovuan nga ana munafikëve, u sprovuan nga ana e jehudëve, u sprovua me lufta dhe tortura që përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës së tij dhe thirrjes së tij në tauhid. Veç asaj fatit të tij të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e patën edhe sahabët, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E prej tyre edhe Ebu Bekri, shokë më i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn Kathiri në librin e tij Bidaja wa Nihaya se transmeton Aisha radhiyallahu anha, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte një ditë me sahabët e tij, kërkoi Ebu Bekri që të dilnin haptasi dhe të shkonin ta falin namazin në Qabe. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht refuzoi nga frika se na jemi pak dhe Kurejshit, mushrikët janë shumë dhe ata mund të na torturojnë. Mirë, po pas kërkesës së shumë të Ebu Bekrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 30 burra prej sahabeve shkuan në Qabe për të falë namaz dhe u ngrit Ebu Bekri duke i thirrur haptazi me një hutbe, duke i thirrur haptazi dhe duke e prezantuar islamin para Kurejshëve. E që thonë dietarët, kjo është hutbja e parë e një sahabiu pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili i ka thirrur haptazi njerëzit. E pasi që filloi Ebu Bekri t'ju flas dhe t'i thirr haptazi njerëzit në islam, u quan disa prej mushrikëve dhe e goditën Ebu Bekrin dhe e pluhurosën dhe e goditën me nallet e tyre saqë e gjakosën fytyrën e tij, saqë nuk i shihej fytyra e tij prej gjaku. E pastaj u alivanos Ebu Bekri, e pastaj erdhën fisi i tij Benu Tamim dhe e morën Ebu Bekrin dhe e quan dek shtëpia e tij. Dhe i thanë mushrikëve se nëse më të vërtet ka vdekur Ebu Bekri, ne do të marrëmi hak për vdekjen e tij. Sepse është interesant se mushrikët e ndihmonin fisin e tij ose pjesëtarët e fisit të tij, edhe pse ndoshta ai nuk ishte me ideologjinë e tyre. Kjo është e njohur në mesin e mushrikëve, në mesin e arabëve, se ta i ndihmonin pjesëtarëve të fisive të tyre dhe merrnin hak për atë të cilën e lëndonte ndoshta dikush prej fisit tjetër. Dhe kjo ishte normale te ta. Andaj edhe Benu Tamimi, i cili ishte prej fisit të tij Ebu Bekri, për fisit të tyre Ebu Bekri, thanë do të marrëmi hak nëse ky vdes, edhe pse ata nuk ishin në fen e Ebu Bekrit. E pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhve të dija e tij, a dini se cila ka qenë pyetja e tij e parë? Ka thonë se çfarë ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se pejgamberi alaihi salam, masi që u godit Ebu Bekri, u larguan sahabët dhe Ebu Bekri u alivanos, ma nuk dinte për hallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka mund të torturohet apo të maltretohet. Andaj halli e Ebu Bekrit nuk ishte gjendja e tij. Halli i tij ishte se çka ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte dashuria që kishte Ebu Bekri për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në momentet më të vështira pyeste se çka ndodhi, se çka ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk u qetësua Ebu Bekri derisa e morën dhe e quan te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Arkab ibn Abi Arkam dhe e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa ai shëndosh dhe mirë. Edhe në atë gjendje të lodhur, në atë gjendje të maltretuar, në atë gjendje të katandisur e të përgjakur, Ebu Bekri pyete për hallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E prej atyre të cilët u maltretua në fillim të shpalljes, e që e kishte një fat të hidhur sikurse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabëve, ishte edhe Bilal ibn Abi Rabah, i cili ishte një rob i zi i Abisinis, mirë po i cili ishte prej të parëve që kishte pranuar islamin dhe kishte shfaqur mesin e njerëzve. Sikurse e transmeton Abdullah ibn Mesudi se radhiyallahu anhu, i cili thotë se prej të parëve të cilëve e kanë shfaqur islamin haptas para mushrikëve ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Ammar ibn Yasiri dhe nëna e tij Sumeja, pastaj Suhejbi dhe Bilali dhe Miqdadi. Këta persona janë të parë të cilët e kanë prezantuar dhe e kanë shfaqur haptas islamin para mushrikëve. Andaj kjo do t'ju kushtonte shumë, e sidomos atyre sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët nuk ishin mbrojtje as nga ana e fisit të tyre, apo sikur ata të cilët ishin të dobët, si ishin edhe robët në mesin e mushrikëve, e prej tyre ishte edhe Bilali radhiyallahu anhu, i cili transmetohet se Umej ibn Khalaf i ka veshur një prazmore apo një
një jelek prej hekuri dhe e ka vendos në nxehtësinë e madhe të Mekkes. Llogaritni në pikën e verës, në mesin e ditës, me dal vetëm në nxehtësinë që e ka në Mekke, dhe dini kush ka qenë në Mekë se çfarë temperatura ka atje, pa të vendosur asnjë gjë. E lema ta vendosësh një prazmore apo një lek prej hekuri edhe të lihet në mesin e ditës në atë nxehtësi. Dhe i urnonte djelmoshat dhe fëmijët e Mekës që ta ngrihnin nëpër Mekke Bilalin dhe ta maltretonin vetëm që ta lente dinin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse përgjigja e Bilalit ishte ahadun ahad, se Allahu është një dhe është një. Dhe disa prej transmitive kanë ardhur se kanë vendosur gur mbi gjoksin e tij, vetëm që ai të devijante dhe largohej nga dini Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, derisa pastaj kaloi Ebu Bekri pranë tij dhe ishte prej atyre burrave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar Ebu Bekrin me lavdatet e tij, nga se ishte prej atyre burrave që e ndihmoi dinin e Allahut, jo vetëm me gjuhën e tij, jo vetëm me dorën e tij, por edhe me pasurinë e tij. Edhe ishte prej atyre që e bleu Bilalin me pasurinë e tij dhe e la të lirë, e liroi. E jo vetëm Bilalin, por edhe disa prej robëve i kishte liruar Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E fatin e tillë prej sahabëve të parë të cilët u maltretuan, u torturuan, vetëm për të qëndruar në dinin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte dhe Ammar ibn Yasir, Ammari dhe familja e tij, babai i tij Yasiri dhe nëna e tij Sumeja, nga se Yasiri ishte prej një fisit të Yemenit, i cili kishte ardhur në Mekke dhe kishte lidhur miqësi me Beni Makhzum, i cili ishte një fis prej fisëve të Mekkes. E pasi që Yasiri martohet me një robresh prej robeshave të Beni Makhzumit, e cila quhej Sumeja, pasi që e pranuan islamin, ata ishin prej më të dobëve në mesin e Mekazve. Andaj ata u torturuan nga ky fis Beni Makhzum, u torturuan dhe u maltretuan që vetëm ta lënë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë pa ata refuzuan një gjë të tillë. Andaj u munduan, u torturuan, u maltretuan, e derisa edhe Sumeja u godit për vdekje nga ana e Abu Jehlit, pasi që ai nuk donte me elan fenë e Allahut subhanahu wa taala, edhe llogaritet shahidja e parë në Islam, sikurse e kanë përmendur historianët. E prej këtyne maltretime dhe torturave vdiq edhe babai Ammarit, Yasiri. Edhe Yasiri mbijetoi torturave, mirë po shpeshherë aq shumë e torturonin sa ja hubnin vetdijen e tij dhe nuk dinte çka fliste, derisa një herë prej herave e torturuan aq shumë sa ja imponuan ta shante Muhamedit alayhi salam dhe të fliste mirë për zotat e tyre, mirë po duke qenë zemra e tij e mbushur me iman, edhe për këtë edhe zbritën ajetet të cilët tha Allahu Jelle Jalaluhu: "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Dhe kush ka bërë kufër pasi që i ka besuar Allahu Jelle Jalaluhu, përveç atij i cili është i imponuar, e që kishte për qëllim Ammar ibn Yasirin, kurse zemra e tij e mbushur me iman. Dhe erdh Ammar ibn Yasiri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mërzitur, i pekluar për atë që kishte vepruar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Se si e ndjen veten tënde o Ammar?" Tha: "Wallahi zemra ime është e mbushur me iman." E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Edhe nëse edhe një herë tjetër apo shumë herë të imponohet një gjë e tillë, duke qenë se zemra jote është me iman, atëherë thot nuk ka lidhje nëse imponohesh dhe maltretohesh, nëse e bën një gjë të tillë, thot bëje prap." E prej atyre të cilët u maltretuan në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe Musab ibn Umairi. Edhe keni dëgjuar gjithë për këtë burr, këtë sahabit të ndershëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është ambasadori i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Musab ibn Umairi ishte prej një familjes në Mekë që kishte pasuri. Dhe si fëmijë, si djalë i ri, kishte jetuar në luks të mirë, rroba të bukura, dhe në mesin e Kurejshve apo në mesin e Mekazve njihej ndoshta prej djalmoshave më të pashëm, më të bukur me veshin e tij dhe me parfumet e tij. Mirë po kur ai e ndëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thirrjen e tij, e pranoi islamin. E pastaj ju kundërvyen familja e tij, duke maltretuar dhe duke e burgosur në shtëpinë e tij, saqë Musab ibn Umairi u sëmur, u lodh dhe ra
në peshë për shkak se edhe nuk e ushqenin mirë, vetëm e vetëm që ai talent e fejnë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po deshi Allahu, pasi filloi dhe pasi urnoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bënin hijret për në Abisini, ishte prej të parëve që Musab ibn Umairi bën hijret për në Abisini, për cilën do të flasmi me vonë. E ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjithë luksin që e kishte gjatë jetës së tij para Islamit, nuk i bënte përshtypje edhe pse jetonte në varfëri të skajshme. Edhe e dini se kur Allahu xhelle xhelaluhu e begatoi me shahidllëk në Uhud, cilin ka vdekur dhe është vrarë, domethënë Musab ibn Umairi, e kur donin ta mbulonin me qefin për shkak varfërisë që kishte kaluar Musab ibn Umairi pas Islamit të tij, kur e mbulonin kokën e tij, zbulohnin këmbët e tij, e kur ja mbulonin këmbët, zbulohej koka e tij për shkak se nuk kishin me çka me mbulu trupin e tij. Dhe ky është sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili u torturua dhe maltretua gjatë kësaj periudhe, vetëm e vetëm që qëndroi në Islam. E prej atyre të cilët më të vërtet u maltretua shumë dhe u torturua ishte dhe Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte prej të dobëve dhe ishte rob i fisit Beni Makhzum, ishte një farkatar. Mirë po kur e pranoi Islamin, ai u maltretua dhe aq shumë u torturua saqë e vendosnin në zjarr. Mbi gacat e zjarrit, saqë transmetohet se kur e ka pyetur Omeri radhiyallahu anhu për torturat e tij dhe e ka shfaq shpinën e tij, edhe pasi që ka bën Khabbab ibn Arreti hijret në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, i kanë pa shenjat e torturave të tij që kanë mbetur në trupin e tij. E kur e ka pa Omeri u shqudit, ka thonë vallahi me kanë vendos në zjarr, në gacat e zjarrit dhe nuk e ka shu as zjarr vetëm se trupi im. Aq shumë është torturu Khabbab ibn Arret. Për ata transmetohet se një herë prej herat shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, se duke qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ulur në hijen e Çabës, shkon Khabbab ibn Arret dhe ankohet te Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të bënte dua për shkak maltretime dhe torturave që përjetuan nga mushrikët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhrua dhe u ngrit dhe tha: "O Khabbab, thot më të vërtetë ata besimtarët të cilët kanë jetuar para jush, aq shumë janë maltretuar se qa prej tyre thot kanë hapur grob dhe i kanë vendosur në ato groba dhe i kanë qa me sharr prej kokës deri në këmbët e tyre dhe nuk e kanë lanë këtë din dhe nuk e kanë lanë këtë fe." Sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti t'i jap kuraju Khabbabit, mi tregu se ato sprovat të cilët kanë përjetuar shumë besimtar para juve janë shumë më të mëdha se sprovat e juaja. E s'ka dyshim se sprovat të cilët i përjetuan sahabët janë shumë më të mëdha se sprovat të cilët ne i përjetojmë sot. Andaj Khabbab ibn Arret i tha pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi Allahu do ta plotësoj këtë din. Allahu xhelle xhelaluhu do t'i jep me këmbë këtë dini, sa që dikush prej njerëzve do të utoj prej Hadramautit, prej Sanaas deri në Hadramaut, edhe nuk do të ketë frikë askujt përveç Allahu xhelle xhelaluhu dhe bariu do të ketë frikë prej ujkut që të mos i bie kopesë e tij të deleve." Dhe Khabbab ibn Arret është njëri prej atyreve i cili e ka përjetuar këtë premtim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse u maltretua dhe torturua në fillim të davetit. E prej atyre të cilët është maltretuar dhe është torturuar është edhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Është i pari prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pas Resulullahit ka lexuar haptas Kur'an në Mekke, në Çabën, në shtëpinë e bekuar të Allahut. Për ata transmetohet se një ditë prej ditësh i than Abdullah ibn Mesudit, apo u biseduan mesin e sahabëve, se si të bëjmë davet dhe si t'i thrasim mushrikët, apo si t'ja u prezantojmë Kur'anin atyre. Dhe Abdullah ibn Mesudi e ndërmori këtë hap që i pari të ishte prej atyre cilët lexonte Kur'an në mesin e kurejshve, ku në Mekke, në mezhliset e tyre. Dhe Abdullah ibn Mesudi u ngrit në mesin e mushrikëve duke lexuar prej surës Rahman. E pastaj u ngritën kurejshët dhe e goditën dhe e gjakosën Abdullah ibn Mesudin saqë u alivanos. E pastaj pasi i erdhë të dija, Abdullah ibn Mesudi tha: "Wallahi, nëse do të më këshilloni ta bëj një gjë të tillë edhe një herë, kisha më vepru." Dhe ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
është prej sahabëve të ndershëm që shoqëruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në të gjitha betejat, edhe gjatë gjithë jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte prej shkruesve të Kuranit, edhe ishte prej më të zgjedhurve prej sahabëve të cilët e mësuan Kur'anin dhe e shkruan Kur'anin dhe e ruajtën Kur'anin, edhe sahabive të ndershëm i cili ishte edhe prej mësuesve, prej dietarëve të këtij umetit, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ky dhe shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ndoshta të flasim për secilin prej tyre se si e ka kaluar fillimin e davetit, se si janë maltretuar, ndoshta do të zgjatet shumë, mirë po këto ishin vetëm disa prej këtyre emrave të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët u maltretuan bashkë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, që vetëm që fjala e Allahut të jetë më e larta, që vetëm Kur'ani të jetë fjala më e lartë e Allahut xhelle xhelalu në tokë, dhe këta ishin ata burra të parë të cilët e sakrifikuan jetën e tyre, e sakrifikuan pasurinë e tyre, e sakrifikuan gjithë atë që kishin, vetëm që fjala e Allahut të shpërndahet në tokë, vetëm që fjala e Allahut të jetë më e larta dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin vetëm disa flet nga historia e këtyre sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët përjetuan maltretime, përjetuan tortura, derisa edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj do të jep leje për hijret në Abesini, e deri tek kjo ngjarje inshallah të flasim në derse të tjera. Elusme Allahun xhelle xhelaluhu që Allah na i fal gjunahet tona, mëkatet tona, dhe të na bashkojë me këta burra në xhenetet e Allahut. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa kullakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.